Prokuria Themelore në Pejë ka kompetencë territoriale mbi 5 komuna. Është shqetësuese për shkak se ka rritje të ndjeshme të rasteve të dhunimit dhe për fat keq 90% të rasteve viktimat janë dëmitur, ndërsa kryesit janë madhur. Mirë po, në secilin rast, si prokuri kemi ndërmarrë veprimet e nevojshme bashkë me Policinë e Kosovës, kemi arrestuar personat e dyshuar, ndërkaq viktimat kanë marrë trajtimin e duhur, ndërsa të gjithë ata që kanë kryer këto vepra penale gjenden në masat e paraburgimit, kurse viktimat gjenden në shtëpitë e sigurta, në strehimore apo në shtëpitë e tyre. Fillimisht i vërteton trajtimin e duhur luftë caktuar psikologu mbrojtësi viktimave, prokurori i shtetit dhe njëkohësisht ndaj personave të panderë janë ndërmarrë veprime ligjore. Vlen të potencohet një rast që ka ndodhur në komunën e Ishtrogut, ku një thirrje e qytetarit ka bërë të mundur që të parandalohet dhe të arrestohet dhe të zbulohet një vepër e rënd penale, këtë rast dhunimi, ku një kryes i kësaj vepre penale që ka qenë madhur ka tentuar të dhunojë një dëmitur brenda një moteli, mirë po një telefonat e qytetarit ka shërbyer që ky rast të parandalohet dhe të kapet në flagrancë. Ajo që kanë i nevojitet për Policisë së Shtetit dhe Policisë së Kosovës është bashkëpunimi i qytetarëve dhe në këtë aspekt besoj që ka besueshmëri më të madhe të qytetarëve të raportimit të këtyre rasteve, mirë po ju shfrytëzojmë rastin që përmes mediumit juaj të bëjmë apel të gjithë qytetarëve se kushdo që ka informata, një telefonat mund të shpëtojë një jetë dhe një telefonat mund ta sjellë një kryes të kësaj vepre të rënd penale në burg. Unë besoj që kjo është drejt për drejt besimi ndaj institucioneve, edhe njëkohësisht të mos toleranca ndaj dhunës, posaçërisht ndaj vepra penale dhunimi. Mirë po, për fat keq rastet të cilat ndodhin në përditshmëri janë rastet të dhunës në familje. Si zotëdhënës, pothuajse në çdo dytën tretën ditë raportoj për raste të dhunës në familje, mirë po, kjo tregon që këto raste raportohen, trajtohen me prioritet të lartë. Prokuria Themelore në Pejë ka koordinator të vepra penale për rastet e dhunës në familje dhe në kohë periodike mban takime ndërinstitucionale në mënyrë që të ketë efektivitet dhe efikasitet të këtyre rasteve në trajtim. Dhe brenda vitit trajtohen më shumë se 350 raste vetëm në Prokurinë Themelore në Pejë të rasteve të dhunës në familje dhe këto raste në shumicën e rasteve marrin epilog dënues në gjykatë. Përveç rasteve të dhunës në familje, krahas vitit të kaluar, vitit paraprak, ka ndjeshëm rritje të rasteve të dhunimit, ku në këtë aspekt viktimat janë të mitura. Duhet t'i bëjmë apel familjarëve dhe gjithë qytetarëve që të kenë kujdes, që të përkujdesen për fëmijët e tyre, që mos të bien fëmijët e tyre prej këtyre vepra penale për shkak se këto më pas mund të shkaktojnë pasojë të mëdha në jetën e tyre dhe në rrethin ku jetojnë. Andaj të kenë kujdes ndaj fëmijëve të tyre dhe njëkohësisht ku ka indicie që mund kryhet kjo vepër penale, dera e Prokurisë Themelore në Pejë është hapur.